Bashkia e Selenicës është duke zhvilluar një investim të rëndësishëm në rihabilitimin e fasadave të pallateve në Kot. Si pjesë të këtij projekti është veshja me sistemin kapot, si dhe izolimi i taracave. Ndërsa sa i përket investimit, ai po zhvillohet me fondet e vetë Bashkisë së Selenicës dhe nën kujdesin e veçantë të kryebashkiakut Nertil Bellaj. Qëllimi është për të krijuar kushte sa më optimale për banorët që jetojnë prej vitesh në këto pallate. Vetë banorët e fshatit Kot përshëndesin investimin, ndërsa theksojnë se në këto pallate të ndërtuara në kohën e regjimit komunist nuk ka patur asnjë investim, madje ato ishin amortizuar. Pasada duhet se s'bën, si duhet. Shumë i bashkia. Mase i mbaron të gjithë ato edhe këto tona. Do të përfitoni dhe ju? Do të përfitojmë të gjithë. Do rregulloj çdo gjë. Mbaj shpresë. Me mira bëhet, shati. Ajo, shumë gjë e mirë. Jashtëzakonisht e mirë. Shumë gjë e mirë. Pasi prej vitesh nuk është investuar? Jo, absolutisht. Që kur janë ndërtuar pallatet? Po që kur janë ndërtuar se nuk jam shikohet aty. S'jam ndorë, kupton? Kur janë ndërtuar këto pallate? Që në kohën e Enverit. Dhe nuk ka patur asnjë investim vetëm çfarë? Këtu i ka bërë ushtria në kohën e Enverit. Po vion kështu merit me puna për rihabilitimin e fasadave në fshatin Kot të Bashkisë së Selenicës. Do të përfshihet një pjesë e mirë e këtyre pallateve që po ndishtin në ekran, ndërsa ndërhyra konsiston në përmirësimin e kushteve të infrastrukturës së apartamenteve, të cilat gjenden në këto pallate, të ndërtuara përpara viteve 90 dhe që asnjëherë nuk kanë njohur dorën e investimeve, përveç atyre private që janë bërë nga vetë banorët.